Rreth malit Burreto ndodhet një fshat I harruar. Se këtu është një kryq, është I vjedhur, ka qenë 2 kileca flori dhe e morën hajdutët në kohën e Enver Hoxhës. Kisha tonë është vjedhur 3 herë. Kisha tonë është ndërtuar 554. Kishës së vjetër në qendër të fshatit I kanë vjedhur kryqin. Kisha është pak më lartë, ashtu edhe duket, mua ti sipër. Labrove kryqit quhet se ka qenë një kryq dhe ai kryq ka ardhur nga një copë nga ajo Sofia. Një copë e drunjtë edhe është vendosur në një kryq që ai kryq që I florintë edhe I çmuar. Si ai kryq nuk u ka në të gjithë vendin. Po atë erdhën një dia morën e vodhën këtë nga Rëzezezë edhe na vodhën atë as në kohën e luftës u vodhë se ruani me shumë kujdes. Në kohën e kësaj në demokracisë që kështu tani e lanë si më të lirë dhe erdhën dhe na vodhën atë kryqin. Në klubin e vogël, ata pak njerëz që kanë mbetur, kujtojnë me mall kryqin çuditbërës. Kanë dashur ta vjedhin dhe në kohë të vjetra. Edhe në një rast, kusarët kishin zënë në rrugën për ta vjedhur. Dhe morën kryqin dhe u larguan. Mirë po atje, ata u zonë midis tyre, kush ta mirë kryqin. Edhe kryen fikat që të thereshin. Në fund, ai kryetari I kusarëve ju flet këtyre priftit edhe ati që shoqëronte. Eni merreni përsëri kryqin, se ky neve na therrin që këtu. Dhe nani dhe kaq para ti hidhni në kryq. Pastaj ka raste të tjera, por shumë edhe tani mbas luftës. Kishte karkales të shumë në fshat. Edhe po e luftonin me çarçaf, karkalesi nuk po I dukej. Fshatarët thanë, dal të bëjmë një jazmo me kryqin tan. Edhe kjo është e parë vetë nga fshatarët. Bën një jazmo dhe karkalesi iku gjithë rrufe vajti në lum. Sipas legjendës, thuhet se kryqin e solli perandori Justinian. Ai përbëhej nga një copë dru prej drurit të shenjtë ku I shkryqëzuar Krishti. Asnjë nga besimtarët nuk gëzon të prek qoftë edhe një fije bari nga obori I kishës. Kiços përpaksa nuk I ngordën 2 viçat se I kishte ushqyer me sanën e livallit të kishës, ndërsa nën Sofis I kishte dalë në ëndër shenjti duke I thënë të mos merrte më lakra në oborrin e kishës. Sa herë që vjen koha e të korrave, ata e ngarkojnë barin, pastrojnë oborrin e kishës dhe pastaj e djegin. Një mysafir ka ardhur këto ditë në fshat. Ai është Gazmend Muka, restaurator në Institutin e Monumenteve të Kulturës. Gazi, siç I thrasin fshatarët, vjen shpesh në këtë kishë të vjetër gati të harruar. Sipas legjendës, kisha është ndërtuar në shekullin e 6 nga kryeshpatari I perandorit Justinian, Konstantin Drinopoliti nga Labova. Studiusi gjerman Guntram Koch thekson se ajo është ndërtuar në shekullin e 10, ndërsa studiusi Aleksandr Meksi daton shekullin e 13. Pamja e jashtme e kishës, ndërtimi I mureve, dritaret harkore, baxhat, kupola janë të zbukuruara artistikisht me keramik.
Në bërthamën fillestare të kishës së vjetër janë shtuar ndërtime të ndryshme në kohë të ndryshme. Ndërmjet gurëve janë futur tulla vertikale, teknikë kjo që nuk hasej në kryeqytetin e perandorisë. Gazi është kureshtar të zbulojë të dhëna për historinë e ndërtimit të kishës. Një nga pleqt i përmend një pllak prej keramike që është gjetur brenda në mur, aty që e gdhëndur viti 554 me numra romak. Kjo keramik që thyer pa dashur se nuk ja dinin vlerën. Kisha është e shekujt 6 dhe është bërë në kohën e Justinianit. Tani mend se si shkruaj apo çfarë gërmash kishte apo? Plakë ka, nuk dim ndonjë. Stefani i sjell një libër të rrallë të historisë së mesjetës dhe disa fotografi të vjetra. Në 20 prill në Shëngjergj, ditën e Shëngjergjit. Kurse këtu është fotografia që është bërë në Shëngjergj, pasi dolën bë kjo fotografi, u vazhdon në Shëngjergj në një përtej në atë institucioni fjetar. Kjo ka marrë këtu, ka qenë një vend i fshehtë, i cili përdori për fshehur kryqin. Këtu në brendësinë e saj ka qenë një dras, e cila nuk lejonte të shikonte se ç'kishte pas. Më pas ajo e hiqi dhe përdori për fshehur kryqin. Mbas dyerve të bukura që të shpihen në altar, ndodhet kopja e kryqit të shenjtë. Ikonostasi madhështor, i larë në ar, i rrallë për nga bukuria, mban datën 28 gusht 1805 dhe është gdhëndur nga dora e Konstantin Mesovitit. Ai ka nevojë për restaurim të thellë. Ikonat e mëdha janë të së njëjtës periudhë me ikonostasi. Ato janë pikturuar me cilësi të lartë nga Johan Athanasiu nga Kaposovito. Pikturat primitive u përkasin periudhave të hershme. Autorët e tyre mbeten të panjohur.
Në pikturën madhështore të kubesë së kishës, të bën përshtypje ikonografia e Krishtit Pantokrator, liturgjia e engjëve. Si që shikoni, ikonostasi i kishës është një objekt mjaft i madh, monumental. Kolonat e kishës janë lyer vazhdimisht me gëlqere. Gjatë një sondazhi që u bë vitin e kaluar, u vure një lloj fryrje në të pjesë ku ishin lyer me gëlqere. Pas zbulimit me bisturi, ne nxorëm këtë kryq që shikoni ju këtu, i rrethuar me akanfe, i cili është një motiv që lëviz nga shekulli 6 deri në shekulli 10. Po kështu, të nisur nga ky sondazh, ne kaluam dhe bëm sondazhe në të gjitha kolonat e tjera të kishës. Këtu kemi po të njëjtin motiv, vetëm se ndryshon në vetvete kryqi ka tjetër formë. Për të nxjerrë vlerat origjinale të kolonës, ne menduam që ta heqim komplet gëlqeren që ishte mbi vend. Nga heqja, ju shikoni shumë qartë, po duket dhe bazamenti, shumë qartë dhe pjesa tjetër nga mbrapa e kolonës, dhe del me një vlerë shumë të madhe, si përse përket materialit, edhe si antikitet. Kjo krijon dhe vlera estetike dhe vlera më të mëdha monumentale kësaj hyrje për në naosën e kishës. Ndër objektet më të vjetra të kishës janë dhe kolonat mbajtëse. Pas shtresave të trasha të gëlqeres, në to u zbuluan kryqe të gëdhëndur. Unë shikojnë qartë në sondazhin që do lëm këtu, është gëlqere, ka gëlqere lyre të bardhë, ka me ngjyrë boqielli, ka me ngjyrë rozë. Ka edhe gjitha mendojmë që të lëm nga një kuadrat, në një kuadrat gëlqere për treguar se çfarë mbivënies ka pas kjo kolonë. Këto dy kryqe janë zbuluar kohët e fundit nga specialistët e Institutit të Monumenteve të Kulturës. Ato ende nuk janë bërë objekt studimi. Ndoshta në një ditë jo të largët, duke u mbështetur edhe në këtë zbulim, do të përcaktohet më qartë koha kur është ndërtuar kisha. Në pjesën e poshtme kemi disa ikona të mëdha, të punuar nga një mjeshtër i po kësaj periudhe, që njihet me emrin Johan Athanasiu nga Kapasovito, i cili ka, po në këtë periudhë, ka dhe dy ikona të vogla të pikturuara në ikonostasin e katedrales Beratit, që është ndërtuar në rekonstruuar në vitin 1797 dhe ikonostasi është i dekoruar në 1812. Pasheqjes së ikonës shënkollit për qëllime konservimi, mbas ikonostasit doli ky fragment pikture murale që ju shihni, që vjen mjaft i dëmtuar dhe vazhdon dhe mëtej në gjithë pjesën mbrapa, në murin mbrapa ikonostasit, që i përket një temploni më të hershëm. Tani, po ta shikojmë me kujdes, kjo pjesa fresku, e fragmentuar këtu, na zbulon dhe dy në një fugatur, midis murit në kratë djathtimin dhe murit në kratë majt. Mendojmë se ky mur është një nga pilastrat më origjinale të kishës. Piktura duket në një stadi primitiv, duket si në fillimet e ikonografie bizantine, po të shikoni se si mënyrën se si pikturon dorën, portretet, si ka krijuar një tipologji të vetën, që është gati e ngjashme në gjithë portretet që janë pikturuar këtu. Shumë e interes paraqitet për mendimin tim, kjo mënyra se si kufizohet ose sikronizohet skena nëpërmjet kësaj kolone të rrethuar me gjefet e lisit. Ikonografia e këtij fresku duket qartë për tendencat e tij realiste, nuk është se portretet duken të pa identifikueshëm, ata krijojnë një marrëdhënie më realiste, të krijojnë përshtypjen e një portreti më të vërtet dhe duket sikur ka pasur modele, ndoshta edhe të banorëve të zonës. Mendohet se kjo kishë e pikturuar në kupol
mund të jetë kisha e parë e Labovës së Kryqit. Po, veç kishës, këtu ka rënoja më antike, më të vjetra në këtë zonë. Ka në Vandilunzat, ka Kalaja që keni, është e vjetër? kalaja shumë e vjetër, në gurtë më dhe Është më e vjetër se kisha? në e vjetër se kisha duhet jetë, sepse ka gurtë më dhe me 2 metro e gjysmë të gjatë, 1 metro e sa të gjerë, 30-20 fundot trash. Edhe atje ka themelet e vjetra, pësëm që të regojnë se fshati ka qenë një i bashkuar, nuk ka qenë i ndarë. Lart mbi fshat është kalaja me gur mjaft të mëdhenj të vendosur pallaç, dëshmi e një ndërtimi para Krishtit. Në kohët e lashta, kjo zonë që përfshinte gjithë Luginën quhej Adrianopolis. Pastaj ajo ndroi emër. Nga Adrianopolis u bë Justinianopolis. Këndej kalonin karavanet për në kryeqytetin perandorak. Emri i fshatit Labov nuk rrjedh prej slavishtes, që do të thotë arës, por sipas Çabet, Lab është metatez e alb. Pra pashtesën Ov e mori nga dyndjet bullgare. Gurët e stërmëdhenj të kujtojnë faqet e dhjatës së vjetër, ku flitet për vigan që jetonin mbi 1000 vjet. O Zot, por e fuqi, të na vini qishën tonë, të shëntën, kriti që kishim patur gjithë jetë, e duam dhe sot të shohën edhe plakat. Kemi dëshirë të madhe, jo neve po dhe fëmijët të toni që u lindën sot, edhe ata pas thënjes tonë, kanë dëshirë të madhe që ta shohën kriti. O shërmëri, o Zot, por e fuqi, o Zot, ja ku mendje të na bien në kishën tonë, në vendin tonë. Kjo kishë e vjetër me kuben e pjerrët, që të kujton kullën e Pizës, mban përsipër imazhin e kryqit të bërë me drurin e shenjtë ku u kryqëzua Krishti. A do të kthehet kryqi një ditë që fshati të mbajë vërtet emrin e tij, Labova e kryqit?